Ngjarje e rëndë në Mirdit, 56 vjeçari dyshohet se e ka humbur jetën në rezervuar. Mëngjesin e sotëm rreth orës 5:55, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Gëziq Mirdit, ku një 56 vjeçar dyshohet se i ka dhënë fund jetës në mënyrë tragjike. Hetimet paraprake sugjerojnë se viktima mund të ketë patur probleme të shëndetit mendor. Për gjetjen e trupit janë angazhuar polumbarët e forcës speciale Renea, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e ngjarjes. Njoftimi plot. Rreth orës 5:55 është njoftuar salla operative se në rezervuarin e fshatit Gëziq, Mirdit dyshohet se është vetëm mbytur shtetësi në 56 vjeç banues në fshatin Gëziq. Paraprakisht dyshohet se 56 vjeçari vuante nga shëndeti mendor. Për gjetjen e trupit të 56 vjeçarit janë nisur polumbarët e forcave speciale Renea. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.